jam shumë e lumtur kur bëjmë atë punën tonë profesionale në redaksi dhe që dhe e kam vdekje të mendoj, ose siç mundet edhe të thonë shumë njerëz, dëgjoj se nuk funksionon kështu, se po nuk pate një mik, po nuk shkove ti thuash dikujt që më ndihmo për këtë gjë, nuk funksionon kjo gjë. Dhe ti gjithmonë, kjo është lodhja më e madhe për mua. Do isha njeriu më i lumtur në botë që të bëja vetëm punën dhe të vlerësohej cilësia. Edhe sikur mos e kishim bërë ne me cilësi të vlerësohej tjetri. Le të vlerësohej. Po, se në fund të ditës të ndërgjegjëson dhe ty që të bësh më mirë. 5-6 gjëra unë do t'i bëj mirë se s'bën. Edhe këto janë shumë të lodhshme dhe të vonit nga politikat e sotme, të vënë në pozitën që mos duhet ta hedh edhe unë vallën siç po bëjnë tjerë se mund të më zhduket biznesi, unë mendoj që është sfida më e madhe sot. Dhe sidomos për njerëzit që kanë idealizëm brenda vetes vet, është shumë, shumë e lodhshme.